Çarja e argjinaturës së lumit Seman në disa segmente gjatë natës ka përmbytur qindra hektar tokë bujqësore në Libov, Shtëfjerit dhe 20 banesa. Banorët të cilët kanë qëndruar gjatë gjithë natës në gatishmëri thonë se janë të alarmuar nga situata. Ndërkohë janë evakuar 9 persona, të cilët janë strehuar tek të afërmit e tyre, ndërsa të tjerë janë të shqetësuar për fatin e të afërmve me të cilët kanë humbur kontaktet. Çfarë kërkoni tani? Kërkoni që ata të evakuohen me njerë? Ti ke kam çonin aty sa burrin, ti landelet. Keni kontaktuar me bashortin dhe djalin tuaj? Kam telefonat këtu. Pra nuk e dini se si është gjendja e tyre? Jo, nuk e di fare çfarë është dhe. Duhet të iki të shikoj. Njerëzit janë det. Sa persona ndodhen? 2 persona. Ata janë në stalla, në banesa, ku? Jo, janë në qytetit. Atje ku kemi nxjerr lok. Dhe prisni që ata të dalin tani me mjetë të ushtrisë. Vajtëm dia për t'i nxjerr vetë, nuk mundëm se ishte çara argjinatura dhe nuk mundëm. Sot morëm gomone për të hyrë. Të zotin e madhit edhe është çobani andeja. Po ne si dim ka 3 ditë pa ngrenë papire se dim ku janë. Ne duhem njëri t'i nxjerrim atë se di ku ndodhen fiks fare. Po në telefon keni ka rritur kontaktuar? Jo, s'kam bateri tani, ç'ish do lidhej. Keni frikë për jetën e tyre? Po normal. Se lop spaqjanë do të nxjerrim njerëzit. Era parë jam 53 vjeç dhe s'mbaj mend. E kupton të tillë përmbytje në këtë zonë se nuk po mirëmbahen fare argjinaturat, asnjë lloj për këtë zonë ku është problem asnjë fare. Në një prononcim për mediat, kreu i emergjencave civile Haki Çako, i cili ishte i pranishëm në fshatin Hasturkas, informoi se do të nisë shpejti aksioni kërkim shpëtimit për 2 barinj të cilët kanë mbetur në zonë të hapur ku ka prezencë uji. Tashmë jemi në veprim për të identifikuar dhe saktësuar se ku janë 2 barinj, cilët shërbejnë për ruajtjen e disa baktive të lira në zonën e kularit, në derdhjet e lumit. Kanë pas kontakt deri pak qaste me familjarët e tyre dhe për shkak të mbarimit të baterive apo problemave të tjera me telefonin nuk kanë mundësi kontakti. Gjithsesi, po presim që të instalojmë një pajisje, një dron, i cili do mund të saktësoj vendodhjen e tyre dhe komunikimet e tjera. Ndërkohë, forcat e ushtrisë ndodhen me varka në zonë për të evakuar jo vetëm banorët, por edhe bagëtitë e rrezikuara. Po ashtu, si pasojë e përmbytjeve në zonë, llogariten 3500 hektar toka të përmbytura. Situata vijon të mbetet e vështirë pasi niveli i ujit sa vjen dhe rritet nga çarja e argjinaturës.